Operacioni për të ndalur një shtetas në kërkim përfundoi në përplasje të ashpër që vuri në rrezik edhe efektivët e përfshirë në aksion. Ngjarja ka ndodhur pranë një pike karburanti në Mamuras, ku mbeti i plagosur 23 vjeçari Leonard Dema. Policia thot se kishte rënë në gjurmët e tij pasi kërkohej nga Italia, ku ishte dënuar me 7 vite për tentativë vrasjeje. Në momentin e ndërhyrjes ai shoqërohej nga shtetasi Amadeo Fufi, dhe të dy kanë reaguar ashpër duke tentuar t'i përplasin me makinë dhe shoqëruesi u ka drejtuar armën forcave të rendit. Menjëherë efektivët kanë reaguar duke tentuar t'i neutralizojnë. Si pasojë Dema është plagosur në bark dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar arma që mbante shtetasi Amadeo Fufi, automjeti që përdorte, por edhe prova të reja të mbledhura në vendin e ngjarjes. Sapo ka konstatuar efektivët ka tentuar t'i përplas me automjet, duke u rrezikuar jetën, si edhe personi shoqërues ju ka drejtuar armën e zjarrit pistolet shërbimeve të policisë. Shërbimet e policisë në kushtet e vetmbrojtjes gjatë ndërhyrjes për neutralizimin e tyre kanë plagosur shtetasin Leonard Dema, i cili është nën kujdesin e mjekëve, thuhet në reagimin e policisë.